Kryetarin e komunës së Vushtrrisë Ferit Idrizin, i cili do të na flasë për investimet në objektet e vjetruara të komunës së Vushtrrisë dhe shumë informacione të tjera rreth kësaj komune. Mirëmëngjesi kryetar dhe shumë faleminderit që sot je pjesë e emisionit tani. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën, mirëmëngjesi qytetarëve të Vushtrrisë, mirëmëngjesi edhe diasporës. Edhe qytetarëve të Prishtinës, a? Krejt Kosovë. Faleminderit shumë edhe kënaqësi të kemi në studio. Fillimisht, si do ta përshkruani gjendjen aktuale të objekteve publike në komunën e Vushtrrisë? Po, Vushtria ka 32 objekte që janë në mbrojtjet e trashëgimisë kulturore. Marrë parasysh se Vushtria është një ndër qytetet më të vjetra në Kosovë, ka një pasuri jashtëzakonisht të trashëgimisë kulturore. Një pjesë e tyre janë në gjendje më të mirë, një pjesë e tyre kanë nevojë për restaurim sepse nuk janë në gjendje të mirë dhe kemi parasysh se Vushtria veç ka filluar të bëhet një pikë turistike e frekuentueshme nga nxënës, nga mësimdhënës që vinë, edhe nga qytetarë tjerë që vinë nga gjithë Kosova. Po cilat janë objektet më të vjetra që kanë pas nevojë urgjente për intervenim? Objektet më të vjetra që kanë pas nevojë për intervenim është arkivi i qytetit, që ato është në përfundim të restaurimit. Ato kemi marrë pëlqimin nga qendra regionale e trashëgimisë kulturore, sepse çdo intervenim që bëhet nga ana e komunës na duhet paraprakisht me marrë një leje, një pëlqim nga qendra e trashëgimisë kulturore, me çu projektin detaj, eventualisht me u reviduaj projekt. Mandej ka nevojë për me u restauru ura e gurit, është shumë e dëmtume. Ato kemi informata se Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve e ka marrë përsipër me bë restaurimin, ka da edhe buxhetin, po deri tash nuk ka filluar me punu ende. Kaloja e qytetit veç që është e restaurume, do me thonë ma heret, edhe është një pikë frekuentuese, do me thonë edhe nga vizitorët, po edhe ka hapësirat e mjaftueshme ku mbahen takimet të ndryshme, orë letrare, konferenca, takimet e poeteshave tjerë. Ka nevojë edhe pak me u restauru hamami i qytetit, që është në qendër të qytetit e Vushtrrisë, dhe me u destinu, do me thonë me ditë çka po dojna me destinu. Mandej kanë nevojë edhe disa objektet e tjera që janë të trashëgimisë kulturore, siç është kulla e Zenulla Begut, është restauruar pak mas lufte, po nuk është në gjendje të mirë, ato do të me restauruar dhe me destinuar. Pra, gjitha këto investime janë si në përfundim e sipër, po si është siguruar buxheti për gjitha këto ndërhyrje? Për këtë objektin që e përmendëm ma herët, që ndryshe kemi quajtur, do me thonë, arkiven e qytetit, që ndryshe quhet edhe si fabrika e vajt ashtu, ato i kemi mbulu, do me thonë, me buxhetin e komunës së Vushtrrisë. Këto të tjera, ajo që na ka mbetur shumë keq dhe që u fut në mbrojtjet e trashëgimisë kulturore është objekti i gjykatës komunale të Vushtrrisë, është në vërtet në gjendje shumë të keqe, edhe ato ka marrë përsipër Ministria e Kulturës me e restauruar. Pra shumicën e këtyre që kemi punu me buxhetin komunal, këto të tjera i ka marrë Ministria përsipër, por ende ka punë. Po, a mundeni me na tregu më shumë për projektet konkrete të investimeve në objektet komunale që janë realizuar gjatë mandatit tuaj? Po, kemi investu shumë, ka shumë investime, do me thonë gjatë mandatit tonë, investime kapitale, nëse flasëm për investime kapitale, tash është në përfundim, do me thonë, sheshi i qytetit me parkingun në Toksor. Ashtu kemi planifikuar që me datën 17 qershor me bë inaugurimin, do me thonë, e sheshit, që koincidon me ditën e çlirimit të qytetit e Vushtrrisë. Mandej është sheshi i Lirisë, që është përballë qendrës së kulturës Hasan Prishtina, edhe ajo është në përfundim e sipër. Janë ndërtu shumë rrugë të qytetit, rruga Lumni Sordulli është në përfundim e sipër, rruga Avni Saraçi, po ashtu rruga Drenica, rruga Bekim Berisha, e shumë projekte të investimeve kapitale që kapin vlera milionshë. A është në plan me u përfshin këto investime në ndonjë shkollë, ndonjë qendër mjekësisë familjare, ndonjë qerdhe, diçka që qyteti i Vushtrrisë ka të nevojshme? Sa i përket shkollës, po, shkolla edhe ajo është në përfundim e sipër, shkolla Mustafa Venhari, do me thonë një investim kapital që
ka vlerën dikun 1.100.000 euro dhe mendojmë që ato do të fillojmë të pilotojmë mësimin tërditor, sa i përket qendrave të mjekësisë familjare, veç që kemi të kompletuara edhe qendrat e mjekësisë familjare edhe qendrat në për ambulanca, do më thonë në për fshatra, do më thonë nuk kemi probleme to. Po cilat janë disa prej projekteve aktuale që janë në proces dhe kur pritën me u përfundu? Tash ato pritin me u përfundu, si zakonisht fillojmë tash edhe deri pak para zgjedhjeve, do me thonë ashtu e kemi planifikue, gjatë planifikimit që kemi bot gjitha projekte, gjitha premtimet që i kemi dhonë deri tash, mendojmë që deri në fund të mandatit të realizojmë. E përmena që sheshi i qytetit, do me thonë, përfundon me 17 qershor, mande kemi tregun e qytetit, tregun e gjelbër qytetit, që mendojmë të përfundojmë diku në fillim të shtatorit, edhe këtu rrugë të qytetit përfundojnë të gjitha, do me thonë, përfundojnë diku para mujtë shtatorë. Po, a keni hasur ndonjë sfidë të veçantë gjatë implementimit të këtyre projekteve dhe si janë adresuar dhe menaxhuar ato probleme? Po, ka pas sfida, do me thonë, ka pas sfida të shumta, një ndër sfidat kryesore ka qenë buxheti, sepse një kontratë kolektive që tashmë është aktualizuar edhe jemi njohurit të gjithë për të, që është nënshuar në mes të Ministrisë e Arsimit dhe Sindikatës së Bashkume, nuk është zbatu nga ona e Ministrisë të Arsimit dhe ju ka mbet komunave, do me thonë kjo i ka prek gjitha komunat, jo vetëm komunën e Vushtrisë, po unë po e ceku se komunën e Vushtrisë e ka prek me 8.500.000 euro. Në këtë rast na përmes ndërmjetësimit gjyqësori kemi shpëtu një 2 milion euro, se na ja u kemi qitë paret mësimdhënësve, të cilët ato i kanë meritu, por nuk i kanë meritu ndoshta këtë qasje këso fare, sepse kanë marrë pare shumë avokatet edhe për mbarusit. Sfidë tjetër në teren kemi pas ka pak edhe normal me uzurpimet pronave, që edhe ato i kemi zgjedhë ato probleme, dhe tash, do me thonë, jemi në përfundim të këtyre projekteve. Sfida me madhe ka qenë se këto projekte pak jenë zvarit, për shkak se kur i ka marrë përmbaru si mjetet vitin e kalum, na nuk u dash me thonë operatorve që nuk kemi mjete për momentin, ju mundi me pauzua për 3-4 muaj deri sa kemi hynë vitin fiskal 2025, njërë që meri fillu punimet. Kjo ka qenë sfida. Po, sa i përket zhvillimit ekonomik dhe punësimit, a ka pasur rritje të vendeve të punës si rezultat të këtyre projekteve që i keni realizu? E ashtu projekte që i kena realizu këtu nuk lidhen drejt përse drejti me vendet e punës, edhe pse çdo projekt që fillon në investim kapital, hap vendet punës, sigurisht ato janë sezonale se merë fuqi punëtore, punëson fuqi punëtore, po qase ju në këtë drejtim ka qenë pak më ndryshe, na kemi punu në 2 drejtime të krijimi vendeve të reja të punës, na kemi investu në zhvillimin e kapaciteteve profesionale të rinia, na kemi ofruar, do me thonë, mësimin e gjuhëve të huaja, në komunën e Vushtrisë, na kemi ofruar, do me thonë, gratis për të gjitha të reja dhe të rinjet, kurset e programimit, 5 profilet e kurseve të programimit në qendrën zvistrane të trajnimeve në SPIX, që kanë gjetë punë shumë të rije dhe të reja, dhe kemi ofrua po ashtu arsimin për të rritur në qendrën gjermane të trajnimeve, kemi ofrua, do më thonë, 11 profile profesionale të cilat gjitha i pagun komuna, do më thonë, profile zanate, që edhe ato, do më thonë, janë si me thonë, një rrugtim drejt perspektives e tyre dhe hapjeve të vendeve të reja të punës. Ky ka qenë koncepti, me ju thonë të drejtën, e din të gjithë qytetarët, sepse piknisja për hapjet vendeve të reja të punës është përgatitja të rive për tregun e punës, veçanërisht në ato profile të cilat i kërkon tregu i punës. Dhe sot programeret i kërkon tregu i punës, sidomos tregu global, se 33 po kanë mundësi prej Kosovë me punu për kompani të ndryshme transnacionale. E vërtet, shumë e vërtet. Po, cilat janë reagimet e qytetarëve të komunës së Vushtrisë për krejt ndryshimet dhe investimet që kanë ndodhur? Me thonë të drejten, po, ka reagime shumë pozitive, jashtëzakonisht pozitive, ka dhe ka pak kritika, sepse shpesh dëgjohet që thonë ka nis punë shumë, ka hap punë shumë, s'di kur do t'i përfundojnë. Po, mundet me i kry. Po, nuk po mundet me i kry, po ashtu është në perceptimin e tyre, po
se cili projekte ka dhe planin dinamik dhe këto punë kanë me u përfundu. Por në përgjithësi, këtë mandat, unë e vlerësoj si një mandat shumë të suksesshëm, sepse kemi pas një bashkëpunim jashtëzakonisht të mirë me gjithë qytetarët, kemi pas bashkëpunim jashtëzakonisht mirë edhe me rininë e Vushtrisë, edhe normal ka dhe edhe gjetura, do me thonë nuk është krejt bardh kjo mandat, ka dhe gjetura, mirë, po në përgjithësi unë e vlerësoj si një mandat të suksesshëm, sepse kemi pas vërtet një afërim, një bashkëpunim me qytetarët. Po, cilat, tha ka pas edhe kritika, cilat janë ato kritika që të kanë rënë vesh mas shumë tipi qytetarëve? Po këto investimet kapitali zakonisht kur fillon me ndërtu një rrugë, ajo do të më prish diçka, dhe me thonë, si të gërryet një rrugë në qytet, dhe me thonë, tash është kriju pak një standard, dhe qytetarët pak si t'ju prek koma në balt, me një roshtë reagimi, me tëm e keni fillu, pse po vanohen, do të më kry ma shpejt. Për shembull, sheshi i qytetit me parkingun në toksor, unë e kam thonë që ka me metë prej investimeve kapitali, dhe me thonë kryvej për e investimeve në qytetin e Vushtrisë, po më të vërtet është kanë punë shumë sfiduese për shkak se ka pas shumë infrastrukturë në toksore për me eliminu, për me ndërtuar një parking në toksor, mandej është ndërtuar ato një amfiteatër veror për shfaqje të ndryshme, koncerte, shfaqje teatrale për ndonjë orë letrare, mandej për aktivitete të rive e tjerë. Dhe vërtet ka me dalë një projekt jashtëzakonisht i mirë, dhe ajo pak i ka penguar se normal është zgjatë pak, as e ka pas planin dinamik. S'nihemi na si popull që kena shumë durim, kështu që jemi në rejtë. Pa durushëm, po. Po ne jemi qëllu sa Berlin në drejtim, edhe do me thoni menagjajs, nuk e kemi të latë e parë. Shumë mirë. Apo investuat edhe në krijimin e hapësirave të gjelbra dhe rekreative për qytetarët? Po, kemi investu shumë, i kemi kushtu shumë rëndësit madhe ambientit, do me thonë pastërtisë të ambientit, kur të veni muni me pas qytetin e Vushtrisë, se shpesh herë kem pas edhe kritika ka pak të vogla prej atyre oponentëve që kryetari veç ka rreth rrotullimet që ato vërtet mbjellum lule shumë në rreth rrotullimet, tu fillu prej rreth rrotullimeve edhe hapësirave të gjelbërta, madje në rreth rrotullime kemi ha puset ujt edhe është një ujitje, do me thonë sistem automatik i ujitjes, edhe kur kanë qenë temperaturat shumë të lartë, ato ka pas një ambient i fresket me lule. E kemi regullu shëtitoret për gjatë lumit Silnica, e kemi pastruar atë ambient shumë, është një ambient shumë i bukur, edhe po ju shërben shumë qytetarëve për rekreacion, për vikende, shoplot vikendet janë asajt për gjatë lumit Silnica. është bo një ambient shumë i bukur, po ka punë ande për me. U dashka me shku me vizitu për transformimin. Me shumë kënaqësi. Për komunën pra është prioritet zhvillimi urban i qëndrueshëm edhe mbrojtja e mjedisit? Pastërtia, gjelbrimi e ambientit, mbrojtja e mjedisit. Menaxhimi i mbeturinave është shumë efikas, është shumë i mirë, kompania përparimi, ata punëtorë cilët i përshëndes edhe i falenderoj nga kjo studia, vërtet punojnë shumë mirë edhe mbajnë ambientin e pastër. Qytetarët janë të kënaqur me menaxhimin e mbeturinave. Tash na si komune kemi ndarë këtë menaxhimin e mbeturinave prej menaxhimit regional që kemi qenë bashkë me Mitrovicën dhe Skënderajin, tash e kemi në kuadrët e komunës ku aksionari kësaj kompanie është komuna e Vushtrisë 100%. Po për vendet që ja vlen me i vizitu vizitorët që vinë për herë të parë, ose shtetasit e huaj që vinë edhe vizitojnë Vushtrinë, cilat janë disa nga vendet që duhet pa tjetër me i vizitu, si janë shumë të bukura? Tash Vushtria shquhet për turizmin urban edhe për turizmin malor. E turizmi urbanve që e përmenum na kanë fillu dhe me thonë për shkak se është qytet antik, ka trashëgimi kulturore, i kemi dhe me thonë këto monumentet që janë shumë bukura, është ura e gurit, kalaja e qytetit, hamami, e shumë monumente të tjera dhe me thonë të trashëgimisë kulturore. Sa i përket turizmit malor, tash jemi të investuar në dy zona, dhe me thonë, veçanërisht në zonën e Shalës, i kemi disa fshatra shumë bukura turistike në nalësim bidetare minimi e 400 metra dhe atje kemi regullu infrastrukturën rrugore, kanë fillu investimet,
po ashtu edhe në pjesën e Shqipërisë. Pra ka vende shumë të bukura dhe po besoj kudo që shkojnë, çaj kanë me pi. Po qajnë e kemi, po qajnë e kemi pije. Cilën do vend që shkojnë për çaj s'kanë me hekeq. Kanë hapësira mjaftueshme me shiu qajin. Cila ka qenë ankesa kryesore që e kanë pas qytetarët? Ankesa kryesore kanë qenë qenet e Ndacak. Që ka qenë një problem, do me thonë, është bo një problem nacional. Na kemi mendu që fillimisht këtë qeshje, këtë problem të zgjidhim në kuadër të gjitha komunave, sepse është pak problematike për shkak se është lëvizja atyre për një qytetit në qytet, sidomos këtu qytetet ku kufizohemi me Mitrovicën edhe Obilicin që është një teren i rrafshet. Mirë po, tash e thamë kështu me krenari i kemi fut në menaxhim, sepse ndoshta, po thamë jemi ndër komunat e vetme që kemi shpallë të nder, edhe pse kemi qenë jashtëzakonisht të kritikuar nga organizatat e ndryshme, se është përhap, u përhap një lajmë se gjoja se Komuna Vushtrisë ka shpallë të nder për eliminimin e qenve e Ndacak, edhe ajo mori lajmi, do me thonë, mori rrevën edhe u dasht me usqaru shumë, ju të regum kontratën, se kontrata nuk ishte të bënte me eliminimin e qenve e Ndacak, por me trajtimin si pas legislacionit fuqi edhe si pas standardeve ndërkombëtare, kështu që sot qyteti i Vushtrisë është i pastruar nga qenet. Okej, do me thonë është rregulluar këtë shkuptimi. Është rregullu, po është rregullu ajo edhe ka qenë synimi imi, sepse vërtet kanë pas të drejt qytetarët më anku shpeshherë me kanë qu foto edhe video ku jenë sulmuar qytetarët prej qenve Ndacak edhe ato kom pas një prioritet që me kam gullje, kom punu deri sa e kemi realizu, tash i kemi në menaxhim. Shumë mirë. Kryetar, cilat janë objektivat kryesore për pjesën tjetër të mandatit? Për pjesën tjetër të mandatit nuk i kom da mendjen ende me kandidue, sepse tash jam në garë me projektet edhe me premtimet të cilat i kam premtu para qytetarve. Të shohim ka edhe parko, të shohim disponimin e qytetarve, si është disponimi i qytetarve, nëse vërtet i kemi do të regu së mas shumë, kemi target, në qofë se kemi punu mjaftu shumë, për me dhonë vetit, mas pari besimin me kandidue, atëherë ndoj menden. Nëse nuk kam punu mjaftu shumë, atëherë mas pari nuk jepi vetit atë besim me kandidue dhe nuk i lodhe qytetarët fare. Që përgjigje ma të mirë s'këna marë kështu vrinaj. Okej, mirë. Si planifikoni të përfshinit të rinjët edhe gratë në zhvillimin lokal, në projekte të ndryshme? Këtë e kom pas edhe pjesë të programit fshates, piknisja është zhvillimi kapacitetet profesionale. Numër 2 është subvencionimi i bizneseve fillestare, qoftë si biznese familjare, edhe kjo është qasja. Une besoj fuqishëm, se kjo do t'ishte një qasje ta kemi edhe nivel shtetëror, sepse sot na dohet me këshyrë tregun e punës, edhe me përgadit të rejat dhe të rinjet në ato profile që i kërkon tregu i punës. Unë njëhem shumë keq, kur shumë të reja dhe të rinjë, kryjnë fakultete, kryjnë master, edhe mësyn dere në komunës për punësim. Sektori publik, po thamë publikisht, punësimin e sektorin publik është pak ma mirë se fukarallak. Veç pak ma mirë. Pra, orientimi do tjetë në sektorin privat, përgaditja për tregun e punës. Popullorë që thojnë, zanatin nuk të lenë pa punë. Na të ri do të me përgadit me pas një profesion dhe me atë profesion mundën me gjithë punë edhe në Kosovë. E përmena ma heret sot edhe në qofë se i përgadisim në teknologjinë e informimit dhe komunikimit programere dhe 50.000 programer, ata kanë me gjithë vetën e tregun e punës. Pra, sa ma pak, pra ndaj do të me përdorë statistikat për hartim politikave. Kemi prodhu kuadro shumë Kosovë që nuk i kërkon për tregu i punës. Sot kemi për shembull gjuhë shqipe, histori, gjeografi, mos t'i përmeni shumë profile që vërtet kanë kry shumë tri edhe treja edhe mëdhimen, kur i shoh se ata, dhe me thonë, kërkojnë një vend pune. Administrata
gjithkon, jo vetëm komunën e Vushtrisë, po në gjitha komunat është stërngarku, do të me ju tregu shumë thjesht, shumë kjarë trive, une nuk ja kom rrit pritjet kur kam kandidue. Kërkuj si kom thonë të shtim punë. Une i kom thonë që kam të përgadit për tregun e punës. Dhe ti punën kime gjithë vetë. Kryetare, dhe për fond, cili është mesazhi juaj për gjithë qytetarët e Vushtrisë edhe për krejt qytetarët që po e ndjekin këtë intervistë? Po, mesazhi im për qytetarët e Vushtrisë është që se cilin kryetar komune, në këtë rast mu, të për cilin kthehen pak në retroaktiv, prej që ko marrë mandatin, deri tash, ta bojnë ata një vlerësim vetë. Një vlerësim të paanshëm, jo emocional, sepse na do të shkarkohemi prej emocioneve kur vlerësojmë dikë. Këtë rast kryetarin e komunës, i cili që unë kam pretenduar dhe kam punu të jem kryetari gjithë qytetarëve pa dallim. Fokusin e kum pas të rinia, të edukimi, të arsimimi. Dhe ata të mendojnë tash, me që jemi në fund të mandatit, ata do të mendojnë ma tepër kanë do të zgjedhin kryetar komune se sa se cili kandidat për vetja do të zgjedhët ajo. Okej. Një mesazh mjaft i mirë, uroj që ta kenë parasysh që të vlerësojnë me një logjik të kthjellët. Faleminderit shumë kryetar që ishe në studio me ne, faleminderit shumë për minutat dhe intervistën, ishte kënaqësi. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe ju për ftesën, edhe ju dëshiroj një ditë mbarë. Shumë faleminderit. Shumë. E tani kryetar kemi mundësi me i pa edhe qytetarët e komunës së juaj, sepse gazetarja Sara Sheho i ka intervistuar qytetarët rrugëve të Vushtrisë duke i pyetur se çka do t'ju tregonit vizitorëve apo mysafirëve nga qyteti i tyre, nga Vushtria.